Gjatë 10 muajve të fundit, Ulqini është shndruar në një shembull të gjallë se si ekologjia, edukimi dhe bashkëpunimi mund të ecin dorë për dorë. Kjo fal projektit Këndi i Bashkëjetesës Ekologjike KES, të iniciuar dhe realizuar nga shoqata Dr. Martin Schneider Jakobi, MSJA, e cila ka bashkuar qytetar, ekspert, institucione dhe vullnetar për një qëllim të përbashkët, ngritjen e vetdijes për ruajtjen e natyrës, peizazheve kulturore dhe natyrore, ndryshimeve klimatike dhe biodiverzitetit lokal. Projekti KES është realizuar në kuadër të programit të mbështetur të fuqizuar i cili zbatohet nga Fondi për Aktivizëm Qytetar në partneritet me Fondacionin nga Kroacia dhe është financuar nga Bashkimi Evropian, ndërsa bashkëfinancohet nga Ministria e Administratës Publike e Malit të Zi. Përmes KES-it është krijuar një hapësirë e hapur dhe gjithëpërfshirëse, ku janë mbajtur punëtori edukative për zhvillim të qëndrueshëm, reciklimi dhe ripërdorimi të materialeve, kompensim, ruajtje të bimëve autoktone, si dhe për ndikimin e klimës dhe rolin e komunitetit në mbrojtjen e burimeve natyrore. Një nga momentet më të veçanta të projektit ndodhi të marten, me datën 7 tetor të këtij viti, kur në fshatin Kruç, në hijen e një lisi të vjetër, të quajtur Medunac, u mbajt një punëtori interaktive për bimët autoktone. Pas një ligjërate frymëzuese nga Dr. Sead Haxhiabllahović, botanistin nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit, pjesëmarrësit morën pjesë në mbledhjen e lisave të egër. Aktivitet ky i udhëhequr nga tekniku pyjor Nenad Pajović nga Drejtoria e Pyjeve të Malit të Zi. Pas një pjese praktike në natyrë në hapësirat e MSJA, u prezantuan rezultatet e projektit KES të shoqëruara me një koktej rasti. Në këtë ngjarje morën pjesë përfaqësues të komunës së Ulqinit dhe shkollës së mesme Vllazrim Bashkim. KES dëshmoi se veprimi kolektiv jep fryte konkrete, më shumë se 300 pjesëmarrës të gjitha moshave, 7 punëtori edukative dhe aktivitete në terren, krijimi i një fidanishtje me bimë autoktone dhe vendosja e një stoli të punuar nga materiale të recikluara në shtëpinë 3D, mbjellja 30 fidaneve të lisit të Zi në Parkun e Natyrës Kriporja Ulqinit, formimi i një aleje të llojeve autoktone, forcimi i bashkëpunimit mes shkollave, sektorit civil, mediave dhe vetë komunës së Ulqinit, krijimi i identitetit të veçantë të KES-it si hapësira e edukimit, dialogut dhe aksionit. Organizatorët kanë shprehur mirënjohjen e veçantë për të gjithë ligjëruesit që me dijen dhe energjinë e tyre ndihmuan suksesin e këtij projekti, ndër të tjera do të mund të ndjekim edhe fjalën e organizatores Zenepe Likës. Synimi i këtij aktiviteti është që nxënësit dhe të gjithë adhuruesit e natyrës të njoftohen me bimt autoktone dhe me faren, ose diku e kam gjetë një përkthim gështenjat e lisit. Ne jemi sot këtu në Kruç, në afërsi ose të këtij lisit mrekullueshëm, i cili i ka disa një 200-300 vite, ishte bimë autoktone dhe ne e kemi qëllimin që me mbledhjen e këtyre gështenjave, të thojmë ashtu, duam të dajmë një pjesë të ja japim, si thohet, uprava za šume, për me zhvillu rasadnikun apo lejen e bimëve autoktone. Ashtu që ky aktivitet ishte edhe aktiviteti përfundimtar i programit KES apo KBA, dhe me thënë Këndi i Bashkisë Ekologjike, dhe ne patëm shumë të rëndësishme që t'i ftojmë ekspertet e fushave. Sot e kemi Dr. Sead
Haxhi Abllahović ishte, si thohet, ishte botaničar dhe ai u ka treguar nxënësve pse çka është ekosistemi, pse janë këto bimë të rëndësishme dhe sa ndikojnë ndryshimet klimatike në mbijetimin e tyre. Më trego fëmijët si e pritën këtë aktivitet dhe sa ishin të interesuar ndoshta edhe për të bërë pyetje. Në përgjithësi, gjithmonë, unë e di edhe nga vektja, gjithmonë e kam në fillim pakëzore me pyet, por mendoj se kishim disa nxënës të cilët ishin të hapur dhe të interesuar dhe besoj se do të letë një përshtypje të bukur dhe të rëndësishme të ta. Kjo është ndoshta edhe përballimi i parë i tyre me pikërisht me këtë listë dhe me këtë temë dhe shpresoj se në afatgjatësi ne do të kemi edhe më shumë interesim dhe si po shihni të gjithë janë duke mbledhur gështenjat, ashtu që mendoj se kjo gjë ka qenë shumë interesante për ta dhe mendoj se ka me ndihmu. Pa danas sam pozvan od strane koleginice Zene Pelike ispred nevladine organizacije MSIA. Ja sam samostalni savjetnik u Agenciji za zaštitu životne sredine, dr. Sead Haxhi Abllahović, i moja specijalnost je botanika, dakle istraživanje flore i vegetacije Crne Gore. Danas smo ovdje da posjetimo jedan markantni hrast, impozantni, ogromnih dimenzija, a u svrhu njegove zaštite. Dakle, postoje različite kategorije zaštite, shodno zakonu o zaštiti prirode, ali u ovom slučaju, pošto se radi o jednom impozantnom dendrološkom objektu, ovdje će najvjerojatnije kategorija zaštite biti ne najvjerojatnije, nego sigurno spomenik prirode. Dakle, intencija Agencije za zaštitu životne sredine jeste da se sačuvaju svi ovakvi impozantni primjerci koji se mogu naći u Crnoj Gori, posebno u ovom dijelu Crne Gore, primorskom dijelu i mediteranskom dijelu, mediteranskom regionu. Ovdje se radi o jednoj vrsti hrasta koji se zove hrast medunac ili Quercus pubescens. Inače, na primorju, posebno u Ulcinju, postoje još nekoliko vrsta hrastova. Postoji hrast prnar, to je Quercus coccifera, a najkarakterističniji, najbrojniji je hrast uz more, Quercus ilex ili hrast crnika. Oni nemaju tako impozantne dimenzije kao što se radi u slučaju sa ovim meduncem, Quercus pubescens, i razlog je da smo došli da posjetimo, da uzmemo određene parametre, karakteristike ovog hrasta, da bi moglo da se sprovede procedura njegove zaštite i utvrdi kategorija zaštite. Da se uradi studija zaštite, da se uradi vegetacijska komponenta, dakle biljne zajednice i vegetacijska komponenta u kojoj se nalazi ovaj hrast, dakle okruženje. Sa i përket aktivitetit të sotëm, siç e shihni, është një lis i cili është qindërveçar, pra i ruajtur, i trashëguar, por ka shumë rëndësi që të njohim edhe nxënësit tonë të gjimnazit me këtë lloj bimit, pak a shumë janë të njoftër, por nuk janë të njoftëra aq sa është vlera e tyre, se sa duhet ruajtur këto, se sa duhet trashëguar këto. Ky është, po ta krahasojmë me ndonjë njeri, është si një përmendore, por përmendore natyrale, jo përmendore njerëzish. Domethënë që është diku me qindra vite i vjetër. Por sot kemi marrë një aktivitet që ta marrim do pjesë edhe t'i mbjellim, t'i kultivojmë edhe në për vende tjera të Ulqinit, që është Kripori e Ulqinit, edhe diku tjetër, pra që t'i kem edhe në disa vende tjera t'i kem të lloj bimesh. Kësi lloj aktivitetesh, pra nuk është i pari, domethënë është kumëditës sa më radhë, kemi pas në Kripore, kemi pas në plazhin e madh me bimet endemike, që endemike do të thotë bimë e cila jeton vetëm në një vend të caktuar. Pra shembull kemi pas disa bimë, disa insekte, kafshë të cilat jetojnë vetëm në plazhin e madh. Mandej në Kripore kemi bërë disa mbjellje të pemëve e tjere, por mendoj se këtu është vetëm një fillim
i këtij projekti ne besoj që do të vazhdojmë më shumë sa më gjatë që diçka të lëm edhe pas brezave tonë diçka të lëm diçka më interesante, diçka të kultivojmë pra diçka më tepër. KES nuk ishte thjesht një projekt, ishte një lëvizje që solli njerëzit më afër natyrës dhe njëri tjetrit. Partneritetet e krijuara dhe iniciativat e reja që janë nisur do të vazhdojnë të jetojnë, duke hedhur baza për zhvillim të qëndrueshëm dhe forcim të vetdijes ekologjike në Ulqin, qytetin që do të bëhet sinonim i bashkëjetesës me natyrën.